Për të tretën ditë me radhë, nxënësit e shkollës fillore periferike Vasil Glavinov të fshatit Kulkovec të Velesit bojkotojnë mësimin. Mungesa e kushteve baze dhe druve për ngrohje kanë detyruar prindërit që t'i ndalojnë fëmijët e tyre nga procesin mësimor. Nga shkolla qendrore në Veles, theksuan se tashmë kanë dorëzuar kërkesë te Ministria e Arsimit për riparimin e shkollës. Sot tentova të shkoj në Klukovec, por rruga nuk ishte e kalueshme, nuk arritëm të hym në fshat, u ktheva. Është shkollë e vjetër, por kemi ndëruar dritaret, kemi ndëruar edhe kulmin. Transportuesit që vinë nga ky fshat na ndihmuan dhe i dërguam drut në shkollë, por e njëjta situatë është edhe sot. Ata kërkojnë shkollë të re. Ne ju drejtuam Ministrisë së Arsimit jo vetëm tani, por edhe para një viti se kushtet për punë janë rënduar, por ata kërkojnë shkollë të re, por shkolla nuk mund të ndërtohet brenda natës. Mund të kontrolloni edhe në ministri. Ne kemi parashtruar kërkesë për ndërtimin e objektit të ri dhe një punësim të ri. Por nga Ministria e Arsimit kanë hedhur poshtë deklaratën e drejtores së shkollës qendrore. Nga ky dikaster thanë se deri sot në këtë institucion nuk ka arritur asnjë kërkesë për investime në shkollën periferike në Klukovec. Kategorikisht demantoj. Asnjëra palë nuk ka bërë kërkesë Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Mirë po, autoritetet e Ministrisë së Arsimit edhe bashkë me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës, ne jemi të gatshëm si gjitha kërkesat, gjitha nevojat e të gjitha palëve të tanguara, t'ju dalim dhe t'ju japim përgjigje pozitive. Mirë po, paraprakisht neve duhet ta shohim situatën se si është, të kategorizohet, domethënë shkolla në çfarë niveli është e dëmtuar, të bëhet plan projekti, aktivitetet e ndryshme edhe mandej të bëhet tenderimi ose hapja procedurave për ndërtimin e asaj shkolle. Alsatmë ditë më parë vizitoi fshatin Klukovec dhe prezantoi kushtet e vështira të objektit shkollor, në të cilin vijojnë mësimin rreth 50 nxënës.